Gjiri i Gramës në Shqipëri. I vendosur në pjesën jugore të Gadishullit të Karaburunit, ky gjë ofron një vend pushim të qetë dhe është i arritshëm kryesisht me varg dhe i rrethuar nga shkëmbim vertikal me mbishkrime të lashta. Ai është një destinacion i mrekullueshëm dhe shumë i njohur për bukurinë e tij natyrore, rëndësinë historike dhe qetësinë. Shpesh i referuar si Gjiri i Gramatas, ai ofron një përzierje unike të aventurës dhe relaksit. Më shumë se 1500 mbishkrime të gdhendura në shkëmbimet e tij datojnë nga shekulli i 3 para erës sonë deri në fund të shekullit të 19. Ato janë të shkruara në greqishte të lashtë, latinisht dhe greqishte mesjetare, të gdhendura nga marinar, ushtar, tregtar dhe pirat që kërkonin strehim nga stuhit. Në to ndodhen emra, lloje anijesh dhe lutje ndaj hyjnive. Disa mbishkrime përmendin dhe figura historike. Gjiri ka shërbyer si një gurore e madhe që në lashtësi me gjurmë gërmimesh të cilat dallohen edhe sot në shpatet e tij. Ujërat e tij janë perfekte për not, zhytje me maskë dhe eksplorim fal qartësisë e cila lejon shikueshmëri deri në 15 metra në ditët e qeta. Plazhi Istuzu është një rip i ngushtë toke, 4.5 km i gjatë që formon një barierë natyrore midis deltës së lumit Dalian me ujë të ëmbël në njërin anë dhe detit Mesdhe në anën tjetër. Kjo përzierje e ujërave të kripur dhe të ëmbël krijon një ekosistem të pasur dhe të larmishëm. Plazhi është i hapur për publikun gjatë ditës, por vizitat gjatë natës nga ora 20 deri në orën 8 janë të ndaluara nga maj deri në shtator, pasi është periudha e foleve dhe çeljes së breshkave. Zonat e foleve janë të shënuara dhe ndalohet rreptësisht shqetësimi i tyre duke qenë specie rrezikuara nga zhdukja. Plazhi Shelter Cove në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I vendosur në vijën bregdetare të largët Humboldt, ky plazh është i arritshëm vetëm me ecje ose varg, duke i shpërblyer vizitorët me pamje mahnitëse dhe qetësi absolute për shkak të mungesës së turmave. Plazhi Shelter Cove është një perl e fshehur në bregun e humbur të Kalifornisë Veriore, një zonë bregdetare e largët dhe e thyer ku vargmali King Range takohet me oqeanin paqësor. Kjo zonë është e njohur për terrenin e saj të zhvilluar pak, duke ofruar një arratisje unike për ata që kërkojnë qetësi dhe bukuri natyrore. Plazhi me rërë të zezë ose Black Sands Beach është krejt i zbrazët dhe shumë i njohur për ngjyrën e rërës së tij. Është i shkëlqyer për shëtitje, soditjen e breshkave apo balenave, por jo për not për shkak të rrymave të forta. Zona ofron shtigje të shumta për ecje duke përfshirë dhe fillimin e shtegut të bregut të humbur, i cili është popullor për ecje ditore. Mund të eksploroni gjithashtu shtigje që të çojnë përgjatë përrejnve ose në male. Playa Esmeralda, Republika Dominikane. I vendosur në bregdetin veriljindor të vendit, ky gjë i lakuar dhe me gjatësi 5 km është i rrethuar me palma kokosi dhe ofron shtrirje me rërë të paprekur. Shpesh, ato e quajnë Xhavahiri i fshehur i Samanas dhe është një plazh i pacënuar dhe relativisht i izoluar, i njohur për bukurinë e tij natyrore dhe qetësinë. Ai është një nga plazhet e pakta të paprekura në vend, duke ofruar një ambient krejt të veçantë. Flora dhe fauna lokale lulëzojnë ndjeshëm në këtë vend. Nuk është e pazakontë të shihni gafore të mëdha që ecin në rër ose të dëgjoni thirrjen e largët të balenave me gunga përgjatë sezonit të tyre migrator. Atraksioni natyror i plazhit plotësohet nga mbërritja sezonale e breshkave të mëdha të detit, duke e bërë atë një vend me interes të madh ekologjik dhe turistik. Përveç larmisë së aktiviteteve të shumta sportive, këtu mund të provoni shumë llojshmëri opsionesh ngrënjeje duke përfshirë kuzhinën autentike dominikane dhe ndërkombëtare. Të shumt janë pushuesit që zgjedhin të relaksohen edhe në spat luksoze me trajtime autentike apo në zonat hidroterapike. Plazhi Samara, Gadishulli Nicoya, Costa Rica. Ndërsa nuk është plotësisht i shkret, plazhi Samara është i njohur për atmosferën e tij paqësore të rrethuar me palma dhe disa shtëpiza familjare, duke ofruar një përvojë më të qetë se shumë plazhe të tjera të bregdetit të paqësorit. I vendosur në Gadishulli Nicoya, në provincën e Guanacaste të Costa Ricës, ai është një destinacion i njohur për bukurinë e tij natyrore dhe atmosferën përreth. Kjo zonë është gjithashtu pjesë e një prej zonave blu të botës, ku popullsia jeton më gjatë dhe më shëndetshëm. Plazhi është krejtësisht i pacënuar në formë patkoj, me rërë të bardhë pluhur dhe ujëra të pastër. Ai është i mbrojtur nga një shkëmb në New York koralor në perimetrin e jashtëm, duke i bërë ujërat e tij ideale për not, të sigurta nga rrymat e forta dhe për të gjitha grup moshat apo nivelet e përvojës.
Plazhi roz, Bonaire. Ky plazh unik, i njohur për rërën e tij me ngjyrë roz, mbetet relativisht i izoluar për shkak të mungesës së ambienteve aty pranë, duke ofruar një mjedis të qetë dhe të pastër. Ai ndodhet në bregun jugperëndimor të Bonaire, rreth 10 kilometra nga qendra e vjetër e Kralejdik. Dikur, plazhi ishte me të vërtetë roz. Kjo ngjyrë vinte nga guaskat e grimcuara dhe të pluhurosura të miliona foraminiferave, organizmave njëqelizor me skelet të jashtëm kalciumit, të cilat ishin ngjyrë roz e ndezur. Megjithatë, pas uraganit Leni në nëntor të vitit 1999, plazhi posoi dëme të konsiderueshme dhe nuanca magjepsëse roz uzbe, duke bërë plazhin gjithashtu më të ngushtë. Sot, plazhi 1.5 kilometra i gjatë përbëhet kryesisht nga korale të fosilizuara dhe gur të fortë, me vetëm disa pika me rërë të imët. Përgjatë ngushtësisë së tij, palma të ndryshme lëkundëse krijojnë një atmosferë tropikale dhe ofrojnë hije të këndshme. Ujërat e cekta dhe të qarta pranë bregut janë të shkëlqyera për notë dhe zhytje me mask. Këtu mund të shihni peshq tropikal shumë ngjyrësh, formacione koralesh dhe ndoshta edhe breshka deti. Gjiri Nanjizal, Cornwall në Britaninë e Madhe. Një perlë e fshehur në Britaninë e Madhe, gjiri Nanjizal është një vend i izoluar dhe mahnitës, perfekt për një pushim larg zhurmës. Pjesa më e njohur është Mill Bay, një perlë e fshehur dhe izoluar e të gjithë Britanisë së Madhe. Ky gjë i paprekur është i famshëm për bukuritë e tij natyrore dhe qetësinë, duke tërhequr vizitorë që kërkojnë një arratisje larg turmave. Gjiri Nanjizal krenohet me rërën e bardhë dhe të këndshme dhe ujëra tepër të qartë, shpesh të përshkruar si bruz, duke i dhënë një ndjesi tropikale. Kjo pastërti dhe bukuria e paprekur e bëjnë atë një vend të mrekullueshëm për notë dhe zhytje. Një hark shkëmbor i lartë dhe i ngushtë, i gdhendur natyrshëm në anën e shkëmbimeve i quajtur Kënga e Detit, është një tjetër karakteristikë e njohur. Kur baticat janë të duhurat, drita e diellit shkëlqen përmes harkut, duke ndriçuar një lagunë me ujë smeraldi brenda shpellës, e gjitha krijon një pamje magjike. Brenda shpellës ka dy pishina natyrale të njohura si Big dhe Little Muzzen. Përveç Këngës së Detit, gjiri ka shpella të tjera dhe formacione interesante shkëmbore për tu eksploruar, veçanërisht përgjatë baticës së ulët. Për shkak të aksesit të vështirë, Nanjizal mbetet relativisht i panjohur dhe i qetë, duke ofruar një arratisje paqësore larg plazheve më të mbushura me njerëz. Plazhi Kaupoa, ishulli Molokai, Hawaii në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I fshehur në Molokai, ky plazh është pak i njohur dhe ofron lehtësira minimale dhe lidhje të kufizuar telefonike, duke bërë atë ideal për të shkëputur dhe për të shplodhur. Plazhi Kaupoa, i vendosur në anën perëndimore të ishullit Molokai në Hawaii, është një destinacion i izoluar dhe paqësor i njohur për bukurinë dhe qetësinë e tij natyrore. Shpesh quhet plazhi Dixie Maru, i emëruar pas një anije të mbytur në vitin 1924. Atmosfera në të është e izoluar dhe paqësore, ideale për ata që kërkojnë relaksin dhe një lidhje të qetë me natyrën larg turmave. Ujërat janë kristalore me rërë të bardhë, veçanërisht përgjatë muajve të verës. Kjo zonë ofron mundësi të shkëlqyera për notë dhe zhytje me mask. Mund të eksploroni një shumëllojshmëri të jetës detare në pellgjet e baticës. Për vizitorët është e këshillueshme të marrin ushqim me vete, shoqëruar nga gjërat e domosdoshme, dhe përgjatë muajve të dimrit kur dallgët janë të larta, noti në përgjithësi nuk rekomandohet për shkak të ujit të trazuar. Plazhi Anapai, Zelanda e Re, i vendosur në parkun kombëtar Abel Tasman, në ishullin jugor më pak të populluar të vendit. Plazhi Anapai është një shtrirje piktoreske e artë me ujëra të pastra, duke ofruar një përvojë të qetë me spylli të harlisur tropikal. Ai është një plazh i largët dhe mahnitës, i vendosur në pjesën veriore të parkut kombëtar dhe është i njohur për bukurinë e tij të paprekur, ujërat e pastra dhe ndjesinë e izolimit. Plazhi është shumë i gjerë, me rërë të artë dhe formacione shkëmbore në të dy skajet, duke ofruar shumë privatësi. Numri i reduktuar i vizitorëve për shkak të shërbimeve të kufizuara të taksive ujore garanton një ndjenjë të veçantë, sidomos përgjatë sezonit të pikut, me ujëra ideale për notë. Vizitorët kanë raportuar shpesh raste befasuese të shfaqjes së delfinëve shumë pranë bregut. Formacionet e larta shkëmbore që kufizojnë plazhin krijojnë një lagunë të vogël dhe të përsosur për notë. Anapai Bay ka një camping me kapacitet për 12 persona, duke lejuar vizitorët të pushojnë me akses të drejtë për drejtë në plazh.
Plazhi i ishullit Kalangaman në Filipine, shpesh i përmendur si një nga më të mirët për aratisje. Ky plazh mahnitës i ishullit nuk ka energji elektrike dhe ka shumë kufizime. I arritshëm vetëm me varg, ai konsiderohet si një parajsë e vërtetë e Filipineve. Veçantia e tij është thirrja e gjatë dhe ranore, duke ofruar një pamje vërtet mahnitëse, sidomos gjatë baticës së ulët. Emri Kalangaman vjen nga fjala lokale langam, që do të thotë zog, për shkak të formës së ishullit. Udhëtimi me varg drejti zgjat rreth një orë dhe është thelbësore të koordinoheni me zyrën lokale të turizmit në Palompon për organizimin e udhëtimit dhe pagesën e tarifave. Ishulli është i pabanuar dhe nuk ka resorte apo hotele private, prandaj nëse planifikoni të qëndroni për gjatë natës, mund të merrni me qira tenda ose kasolle nga zyra e turizmit. Në çdo rast, pajisjet, aksesorët e nevojshëm dhe pajisjet thelbësore për akomodim dhe fjetje duhet i sillni me vete. Burimi vetëm i dritës për gjatë natës vjen nga qielli dhe mund të ndisni zjarre, ndërkohë që turistët lejohen të sjellin ushqim dhe ujin e tyre. Në ishull ka gjithashtu stacione për barbecue dhe tualete, por disponueshmëria mund të ndryshojë në varësi të numrit të vizitorëve. Sezoni i thatë, nga shkurti në maj, por edhe nga tetori në qershor, konsiderohet koha më e mirë për të vizituar për ujëra të qeta dhe mot me diell.